Të sfidosh malin më madhështor, kur dobora është mbi 2 metra. Kjo është historia e shqiptarëve të Tetovës, të cilët hapin pista skijimi për ata që duan aventura ekstreme. Mali i Sharit, që lidh trojet e Kosovës dhe të Shqipërisë, për turistët e huaj, është vendi më i egër i Evropës. Aty ku mikpritja është si askund tjetër dhe mundësia për të skijuar jashtë pistave nga pika të ndryshme të malit. Për herë të parë, histori shqiptare do të bëjë një udhëtim nëpër malin madhështor të Sharit, me Hashimin, i cili la Gjermaninë për t'ju përkushtuar turizmit malor. Kodra e Diellit, një nga pikat më të bukura të malit të Sharit, ku shumë shqiptar kanë hapur hotele dhe bujtinat e tyre. I thon Kodra e Diellit pasi rrihet gjatë gjithë ditës nga rrezet e arta të diellit. Hashimi, i cili ka hotelin Skardus, prej disa vitesh ofron skijim ekstrem nëpër të gjithë malin madhështor të Sharit, një mundësi e artë për ata skiatorë, të cilët duan skijim nga pika të ndryshme dhe jo nga pista ku ndodhet teleferiku. Është realisht fantastike që shqiptarët e Tetovës, shqiptarët që zotrojnë malin e Sharit, kanë arritur të kenë një zhvillim kaq të mirë të turizmit malor, të mbledhin gjithë botën këtu, të ofrojnë çdo gjë, edhe për turistin ekstrem, edhe për turistin e thjeshtë që do të bëjë një skijim normal, mjafton të vini me duar në xhepa dhe çdo gjë ofrohet nga arbri dhe babai i tij. Arbër, çfarë lloj turistësh vinë këtu? Këtu kemi domethënë turist profesional që ka vinë, ato domethënë janë tipat që kur vinë sezona dimrit, ato shkojnë për adventura. Shembull shkojnë nga shteti në një shtet tjetër, kalojnë shumë shtete, kalojnë staza, shkojnë kamping, bëjnë kamping domethënë me ratraka, me makinat e doborës. Skijimi ekstrem ka disa specifika. E para, turistëve ju mundsohet lëvizja me makina bore, që të skijojnë nga pika të ndryshme. Jemi zgjuar shumë herët në mëngjes për të ndjekur një grup turistësh të cilët do të ngjiten lart në malin e Sharit për të provuar adrenalinën e skijimit. Ngjitja në malin e Sharit këtu bëhet edhe me teleferik natyrisht, por makinat e borës janë mundësia më e mirë për t'i çuar të gjithë të huajt lart dhe për të ushtruar sportet ekstreme. Neve do kemi një nga makinat të ofruar nga Outdoor Shar dhe do t'i presim turistët lartë, ja, filloi festa këtu. Nuk e imagjinoni dot se çfarë ndodh në periudhën e dimrit e Kodra e Diellit. Ka vetëm gjallëri, e gjithë bota vjen këtu. Pra ne do ngjitemi lart për t'i pritur dhe për të
parë se si këta njerëz kanë marrë rrugën nga ana e anës, nga Amerika, nga Australia, nga gjithë vendet e Evropës, nga gjitha kontinentet për të shijuar bjeshkët e trojeve shqiptare, të cilat ofrojnë mundësi adrenaline ekstreme. I've been here the last 2 years. Ka 2 vite që vi këtu, pamja është shumë e bukur. Në këtë mal bëjmë ski jashtë piste për një eksperiencë ndryshe. Si të duket mali i Sharrit? It's beautiful. Ky mal është fantastik, nuk është shumë populluar dhe ndjehesh shumë i lirë për të shijuar borën dhe motin me diell. Enjoy the snow, enjoy the weather. Edhe njerëzit gjithashtu janë të jashtëzakonshëm. Always been great. Ne vim nga Polonia. Hera e parë që vini këtu? Jo, mund të them që është hera e 5 ose e 6 në këtë mal. Cila është arsyeja që vini kaq larg? Keni një mal shumë të bukur, mali i Sharrit është vend shumë i mirë për të bërë ski dhe të gjitha sportet e tjera të borës. Këtu shoh vinë shumë të huaj, një grup është nga Amerika, ka turist nga Zvicra, Gjermania, Polonia, nga e gjithë bota, mund të them. Këtu vini vetëm për ski? Vetëm për ski, jemi njerëz të çmendur. Fakti që këtu të jepet mundësia për të bërë ski jashtë piste na tërheq edhe më shumë. Në këtë mal ka hapësira shumë të mëdha dhe të paprekura këtu. Pse pëlqeni të shijoni jashtë piste skimin? It's a very big feeling of freedom. Sepse është një ndjenjë e madhe lirie dhe një eksperiencë fantastike. Without hearing the sounds of thousands. Për të qenë afër natyrës, pa ato zhurmat e qindra mijëra njerëzve, është diçka madhështore. It's so big. It's something like meeting something very big. Because Nga vini? Poland. Nuk keni male të tilla atje? We do, very beautiful Tatras, but our country. Kemi male shumë të bukura, por vendi ynë i mbron aq shumë sa nuk na lë të futemi. Kemi vetëm një vend për ski që është sipërfaqe e madhe, por jo mjaftueshëm për të gjithë vendin. Shto edhe shërbime që nuk i kemi si këtu. Këto gjëra na bëjnë të kërkojmë nëpër vende të tjera. Ja, kjo do jetë Arusha jonë, se këtyre makinave u thojnë Arusha. Me këto makina është e sigur që nuk ngelesh fare. Dhe komunikimi me Skardusin, me gjithë stafin e hotelit, do bëhet nëpërmjet të radiove edhe nëse celularët nuk punojnë. Pra bëhet një kujdes shumë i madh që njerëzit që ngjiten në mal të jenë të sigurt, sepse sportet ekstreme natyrisht kanë edhe rreziqet e tyre. Unë se di si hapet kjo, si e hapa. Makina këtu po ta shikoni, merë shumë veta, i merë deri në 12 veta, 14 veta, është e gjitha metalike, shumë e fortë, shikoni edhe dyrët, është tamam makinë bore, ka edhe këto si traktorët e dikurshëm, pjesa e, nuk ka rrota domethënë, nuk ka goma, po ka zinxhir. Këtë është ai duke ka udhë për tu për sa kohë duhet najsë. Makinat e borës janë të përshtatshme për të çuar në ato terrene ku nuk mund të shkohet as në ditë pa borë. Këto makina marrin të paktën 20 persona. Si quheni këto makina? Janë makina bore, ratraki quajmë. Me këto bëjmë turist. Sa veta me një makinë? Me këtë makinë mund bëjmë deri 20, me ato tjerat janë pak më të vogla, 15, 14. Sa e ka shpejtësinë maksimale? Shpejtësinë maksimale ka 25, 20, çati afër. Dhe janë zinxhir aty po? Po, zinxhir, me zinxhir janë. Sa naftë harxhon për 100 kilometra?
Kjo me orë punon, më thonë për 8 orë, dikundi 150-140 litra naftë argjon. I pëlqen të kujt këto udhëtimet kështu? Shumë. Sepse i çon në mënyrë komode la të mal. Po, shumë. Qa pamje, o zot, o qa kryevepre. Këtu jemi afro 2000 metra mbi nivelin e detit dhe pamja është përrallore. I gjithë masivi i malit të Sharit është mbuluar nga dëbora. Tetova ndodhet në njërgullën e bardhë. Skiatorët ekstrem e marrin malin më këmbë apo me makina bore për të shijuar pikat e tij më ekstreme. Të paarritshme në ditë pa dëbor. Dëbora e ka kthyer malin në një rrugë të bardhë dhe plot shkëlqim. Kemi ndaluar në pikën ku të gjithë skiatorët pasi dalin nga makinat lëshohen në gjendje të lirë deri te hoteli me ski, sepse këtu është skijimi jashtë pistave, pra skijimi ekstrem. Nuk e imagjinoni dot se çfarë mrekullie na shikojnë syt. Mund ta shikoni dhe juve. I gjithë qyteti Tetovës është mbuluar nga një mirgull e bardhë dhe duket sikur bora vazhdon deri atje tutje. Është një ditë e jashtëzakonshme me diell, nuk është ftohtë fare, shumë shpejt ne do të heqim edhe xhupat madje. Kur je në mal gjithmonë duhet të merret kremi i diellit sepse rrezet bien pingull dhe në mesditë rreth orës 12 dhe 2 turistët këtu madje zhvishen për të marrë edhe rrezet e diellit dhe rrezet e malit janë jashtëzakonshme sepse të nxin në moment. Ja tash të huaja që shoqërohen, kanë guida? Na tregoj një cikël lidhje me guidat. Po, guida kanë, domethënë çdo makinë ka di guida. Një guidë ecën para, domethënë një guidë në pjesën mbas, me kanë që diçka lëndohen, domethënë ai mbas tregon, ai para tregon rrugën drejtimit ka shkojnë. Gjë mos na humbi se këtu është shumë mal. Është mal edhe ato nuk e dinë terrenin, domethënë. Kam edhe një kuriozitet, ka urtëqe këtu? Ka urtëqe. Ka edhe urtëqe ka. Ama shiqir s'kemi pas fat. Guidat janë të trajnuara për urtëqet? Po, janë të trajnuar për urtëqe, domethënë kanë edhe ato çantat e shpinës me asoj airbag, domethënë të hapet domethënë kur ka urtëqe. Kanë asoj pajisje domethënë me kohën që e zën urtëku. Mbas të asaj pajisje se gjejmë ku është. Sa interesant. Ma shpejt për ta nxjerr jashtë. Për ta nxjerr. Ti vetë nga Tetova je? Po, unë vetë nga Tetova, nga një fshat i Tetovës. Nga cili fshat je? Nga fshati Reqit e Madhe. Nga si është të punosh me turistët duke i sjellë çdo ditë? Shumë mirë, çdo ditë, shumë mirë. Është e lodhshme se ne bora na pëlqen e shohim një rrallë, e kupton, po ju e keni pjesë të punës. Pa jo, kjo është punë sezonale, nuk është non-stop, domethënë. Është pak e lodhshme, amon, kalon. Të gëzë dielli këtu ty? Oho, je diell ndonjëherë? Çdo ditë. Çdo ditë. Ndodhemi në malin e Sharit. Këtë herë jam me Hashimin, banorin e Tetovës, i cili emigroi disa vite në Gjermani, por kohët e fundit është kthyer në kodrën e diellit për t'ju përkushtuar turizmit malor. Ka ndaluar në një lartësi 2500 metra mbi nivelin e detit në vendin që i thojnë Antenat. Dikur këtu qëndronte
Ushtria ish Jugoslave në këmbët e mia është edhe një bunker që ne nuk e shohim dot për shkak të trashësisë së dëborës dhe nga këtu është mundësia që të shihen bjeshkët tona të namuna, Gjeravica, shihet Pashtriku dhe përballë shihet pjesa malore e Greqisë dhe e Bullgarisë. Është një vend fantastik ku ke mundësi të kesh 360 gradë një peizazh malor që i bën njerëzit të vinë nga ana e anës për ta shijuar dhe për të bërë ski. Dielli bie pingull, është shumë ngrohtë. Pjesa më e madhe e turistëve kanë hequr bluzat dhe po marrin rrezet dielli dhe armiku kryesor në këtë lartësi nuk është më bora, por është dielli. Duhet krem shumë i fortë pasi rreziku për të djegur është i jashtëzakonshëm këtu. Megjithatë malet sa të bukura janë, aq edhe të rrezikshme. From the US? Yes. We heard about it from a friend of mine, Spencer Dillon. Unë jam nga Amerika. Kemi dëgjuar për këtë vend nga një mik që na kishte thënë që është manitës. It is awesome. Dhe tani si mendoni? Është mahnitse. Më pëlqen shumë pamja. Bora, njerëzit janë shumë të mirë, janë mirëpritës. The people are so nice and friendly. Kemi vetëm 4 ditë këtu dhe patjetër që do të kthehemi përsëri. We'll be back, and I've only been here 4 days. Professional recreator. What do you feel when you ski? What do you feel? We're skiing on butter here. It's absolutely perfect. The pitch is Ndjesia mrekullueshme dhe këtu çdo gjë është perfekt. Pista është perfekte, bora është perfekte, moti, njerëzit, ky vend, ushqimi dhe gjithçka. It's like one long, big, gigantic orgasm. Wow! What do you think about this? When you're skiing down. Kur zbret me ski në këtë borë, duket sikur është shket në gjalp. Çdo gjë shkon kaq mirë, ka dal dielli, jemi mes miq. The sun is out, we're with friends, hooting and hollering. Tani këto bëjnë në skim jashtë piste. Po. Do të thënë në terren të egër, si thon. Po, pistat do të thënë në dëborës janë atje. Po. Ndërsa ne këtu me makinat e dëborës i çojmë në për, do të thënë i kemi pistat tona, por jashtë, do të thënë ski liftave. Kur thoni pistat tuaja, ju i sheshoni, i rregulloni para se të vinë Po, skiatorët? patjetër, ne do të thënë bëjmë në fillim të sezonës, i hapim rrugët, duhet hapen rrugët patjetër. Më pas, do të thënë, guidat i testojnë, do të thënë, shkojnë në për ato stazët që i kemi, dhe më pas mund lirisht të fillojmë të çojmë misafir. Është e vështirë në dimër me turistët, sepse është terren shumë i rrezikshëm Arbër. Është terren i rrezikshëm, por ne jemi, do të thënë, të përgatitur për këtë punë, e presim sezonën, edhe besoj se kalojmë mirë. Kam edhe një pyetje, këta të huajt vinë bëjnë ski kur ka furtunë për shembull? Apo duhet jetë një ditë si kjo me diell? Jo, ato janë pak më ndryshe. Do të thënë ato kur e planifikojnë se nesër do të thënë e kemi dalim të skijojmë, çfarë do lloj kohe me qenë, do të thënë ata do të skijojnë? Po, po. Janë të çmendur. Po. Edhe janë shumë pasionistë ndaj skijimit, nuk ndaj i tromali. sporteve. Jo, jo. Sa më rrezik që është, aq më adventurë mirë për ato do të jetë. E ndërkohë që turistët e huaj vijojnë aventurën e skijimit, Hashimi kërkon që ne të shijojmë një tjetër moment të veçantë në zemër të malit. Një trek në një shtëpi druri, e cila ndodhet e strukur mes masivit të pishave dhe bredhave. Mali i Sharrit është mal që ka shumë fshatra dhe vende pushimi. Parku kombëtar Mali i Sharr përfshin një territor prej 62.705 hektarësh dhe me një gjatësi prej afër 80 kilometra
nga kufiri me Kosovën, nga fshati Jazhinc deri në fshatin Duf, pranë kufi me parkun kombëtar të Mavrovës dhe si zona të mbrojtura bashkarisht me pjesën e Parkut Nacional Shari në Kosovë, Parkun kombëtar të Mavrovës dhe Parkun Nacional Korab Koritnik të Shqipërisë paraqesin si mbas të territorit si një ndër zonat më të mbrojtura, më të mëdha jo vetëm në rajon, po edhe në Evropë. Dhe park kombëtar pra përfshin diku 27 fshatra apo vendbanime, nga të cilat fatkeqësisht një pjesë veç se janë edhe pasive. Dhe diku mbas të regjistrimit të fundit ka afër 12 apo 13.000 banor rezident. Fatkeqësisht kemi një trend të shpërnguljes dhe të zvoglimit të numrit të banorëve rezident. Nga shifrat zyrtare nga regjistrimi i vitit 2002 flasin se numri i banorëve rezident në gjitha vendbanimet, fshatrat që hyjnë në brenda territorit parkut kombëtar të Malit Shar është diku 17.500, ndërsa me regjistrimin e fundit të vitit 2022 ky numër është zvogluar në 9.500. Në vendin që quhet Illak, ne do të shijojmë një drek ndryshe. Sa i bukur është, aq edhe vështirë. Duhet ta duash malin, duhet ta duash natyrën, sepse në ditë të tilla, kur bora ka kaluar 1,5 metër, nuk është e lehtë të përgatitesh një tryezë kaq të bollshme, me të gjitha produktet që ka Mali i Sharrit, por ashimi është një pasionant i malit dhe sot na ka krijuar vërtet një mundësi të rrallë, ekskluzive do thoja, dhe kjo tavolin realisht nuk ka të paguar. Ne kemi nisur me rakin. Rakia është e dëllënjës. E dëllënjës, e ka bërë vetë. Pa qeter. Pa hile. Çdo gjë, pa hile hiç, zero hile. Ashim, sa duhet ta duash malin që ti edhe njerëzve tua bësh të dashur, se vështirësi ka, nuk është kollaj të bësh një tavolinë në mal, të ndezësh një zjarr në mal, të vish deri këtu. Dashuria s'ka kufi. Po. Këtu dashuria sa më shumë ta zbulojsh malin, aq më tepër e dush. Çfarë të veçante ka Mali i Sharrit sipas teje, se ti je një mirë? Mali i Sharr ka të veçante, ka biodiversitetin, ka një biodiversitet shumë të pasur, domethënë këtu vinë edhe shumë shkencëtarë, gjatë kohës verës ne kemi shumë mysafir shkencëtarë të cilët vinë vetëm për të bërë punët e veta shkencore. Kështu që aty ato na japën shenja se ne kemi një pasuri të madhe natyrore. Tani, ti na ke marrë këtë tepsin që e morëm me makinën e borës, edhe është trondit, na u der dhe vaj, po s'ka rëndësi kjo. Më ka bërë përshtypje speci. Çfarë simbolike ka speci këtu ke juve? Speci dhe grosha është ushqimi kryesor i kësaj zonës. Groshën e ka malësia më tepër, specin e ka fusha e pollogut. Kështu që ne gjithmonë kur gatuam diçka, atë i kemi si ushqime kryesore. Domethënë asnjë tryezë nuk bëhet pa spec dhe pa grosh. Më bëri përshtypje edhe një djalë që e kishte marrë nga India aty për ndezur zjarrin. Ato kemi atë problemi gjithë Ballkanit me punëtorët, kështu që kemi nevojë. Ka filluar të ikin njerëzit nga Mali i Sharrit. Po nga Mali i Sharrit jo shumë, po nga qytetet edhe nga qytetet ikin njerëzit. Ti do rish këtu gjithkohën? Unë jam këtu me familjen. Unë kam jetu 17 vjetë në Gjermani dhe jam këthy. Edhe prandaj edhe e du, për këtë mal, po. Hajde gëzuar, atëherë ta vazhdojmë dhe tavolinën se mezi po presim, se na gryu dhe rakia. Dhe fillojmë me specat. Kemi pak djegës. Gjithmonë skara ka nevojë pak për tu pastru, kështu që specat e kanë atë lëkurën e vet. Edhe pse Mali i Sharr konsumon shumë mish, po ka ndryshuar koha, tash kemi mysafirë të cilët vegetarian, vegane. Po si ja bëni juve të hotelit? Zgjedhje ka gjithmonë. Kur don të bësh zgjedhje, gjen zgjedhje. Po kuzhinën ku e ke mësuar Hashim?
Në Gjermani kam punu atje, kam pas unë 3 restorane në Berlin. Po si ka mundësi që le 3 restorante në Berlin? Njeriu që din ta vlerësoj e bën. Unë di ta vlerësoj malin Sharë dhe prandaj e kam bë. E kam bë më tepër edhe për familjen, se familja ishte e rëndësishme më tepër se gjithë. Edhe mendova që të mgelin këtu mos shpërndahen nëpër Evropë. Tash do kthehen. Si quhet ky vendi këtu ku ke bërë këtë shtëpizën e bukur prej druri? Kjo zonë është zona e Jellakut. Aha. Aty pak më para ka një vill vjetër, aty ka qenë domethënë në kohën e komunizmit, ka qenë edhe Titoja edhe është shumë zonë e interesante. E njohur. Po, e njohur. Për turizëm. Për turizëm, po. Që në kohën e Titos. Po. Po ato i kanë zbulu këto vende, ne i kemi pas. Ato kanë ardhur, na kanë tregu se ata ja kanë ditë rëndësinë. Ja, ashtu është. Gjithmonë, vajt i ullirit me gjatin e Sharit janë miq shumë të mirë. Doktor, ju punoni në qytet. Vini shpesh në mal dhe pse vini? Po unë të them drejtën, malin nuk e kam dash shumë. Deri para 5-6 viteve, deri kur nuk vendosëm me gruan time të marrmi një shtëpis të vogël këtu në Kodër Diellit. Edhe që atëherë, çdo vikend që jemi të lirë, që s'kemi kujdestari, neve vim këtu, kalojmë pa një vikend. Tash me që nuk në janë rritë fëmit, ma eret në vishin edhe ata, tash të ata s'na vim, kështu që vim veç unë edhe shoqja. Edhe çdo vikend që jemi të lirë, ne duam të jemi këtu. Çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj, tani që keni kuptuar fuqinë e malit? Të jesh këtu, të bësh një gjumë në Kodër Diellit, edhe të ngelesh tanë vikendin në Shkup, ka dallim shumë të madh. Jeta sociale më vjen shumë keq që them në Shkup është on kafene, on në shtëpi. Këtu ke opcione shumë më të mëdha. Mund të dalësh, të shëtisësh, të shijosh natyrën, të bësh një drek të vogël në shtëpi, të bësh një gotë vend të mirë, të të vjen disa miq nëse janë të lirë, të kalosh një vikend të mirë, edhe ajo. Pra mali që duket i madh dhe duket sikur i largon njerëzit, sepse njerëzit janë në distancë nga njëri tjetri, juve ju ka bashkuar. Absolutikisht. Si ka mundësi që ju jeni një doktor okulist dhe nuk shikoj që mbani syze mali? Bukur më pyetët, kjo ishte incident e rastit se zotnia Hashimi nuk na tregoi se ne këtë dë ta kalojmë ditën sot. Edhe ne dolëm deri te hoteli Skardus atje ku edhe u takuam. Se për ndryshe kemi ca syza të vjetra që mund t'i përdorim edhe për diell, po ja që dolëm të takohemi të pim një kafe dhe prej ati lindi ideja, po ma shumë erdhëm për ty, se rrallë të takojmë vetëm në televizion të shohim, se Hashimi na plasi sytë. Çfarë do të këshillojë gjithë alpinistëve ose njerëzve që shkojnë dhe rrinë disa ditë në mal, në lidhje me syzet, me që jeni okulist profesionist?
Rrezatimi i rrezeve diellit me borën është shumë e madh. Edhe në atë rast duhet ta mbrojmë shumë synin. Është e preferuar me xhami që përdoret në syza të jetë në ngjyrë të verdhë. Se lensi i synit është në natyrës e atill, që mos të dëmtojmë synin. Dëmtimet janë shumë të rënda dhe ka shumë raste kur janë dëmtime irreversibile, kur humbet e pamëna. Aq dëmtohet makula dhe retina që mund të humbet e pamëna. Sado që të jenë syzat e vjetra se jo adekuate janë më mirë se pas syza. Po në që se flasim cilat janë më të mira për mbrojtje, ato janë syzat që kanë filtrin e verdhë për diell. Në malin e Sharit, aty ku do bora kalon të paktën 2 metra, ne jemi futur mes një pylli me pisha. Hajde gëzuar! Nga kjo tavolinë e mrekullueshme me shoqërinë e Hashimit edhe me Hashimin i cili ka respektuar në mënyrë fantastike, ishte një nga tavolinat më të bukura. Kemi të bëjmë me njerëz të cilët kanë një kontribut jashtëzakonshëm në poste drejtuese në Shkup, por që gjen veten në këto bjeshk. Ku do shkojmë nesër Hashim, se udhimi jon nuk mbaron sot këtu? Udhimi jon nesër vazhdon në burimet e lumit Shkumbin. Ne nesër do bëjmë një nga udhimet që e bën vetëm njerëzit që e duan shumë malin. Pra do shkojmë në një vend shumë ekskluziv ku vjen e gjithë bota për të përjetuar atë të fjeturin në çadër, në një terren ku nuk ka asgjë, ku je vetëm me natyrën dhe natyra flet me fjalët e saj. Më ka bërë përshtypje Hashim se në qytete në kohën e dimrit njerëzit mblidhen, futen brenda kafeneve, brenda restoranteve, brenda shtëpiave, ndërsa këtu mali shpërthen nga gjallëria. Dje kam parë një skenë të jashtëzakonshme, gjithë gjuhët e botës fliteshin tek hoteli yt, muzikë, alegri, njerëzit ishin të lumtur, edhe sot me lumturi shkuan sërish duke bërë skim. Ja pa, këtë kulturë ne sjellim këta të hujt edhe ne vetëm e vazhdojmë edhe e përpunojmë e rrisim. Edhe është një eksperiencë veçantë për ne, se edhe ne duhet ta dimë pasuritë e këtij mali që kemi. Dhe sigurisht edhe ta zhvillojmë. Po kjo zhvillohet gjithmonë me misafir nga jashtë, me misafir të huaj, se ata kanë eksperiencat e vet, ata na tregojnë çka nuk bëjmë, çka duhet bëjmë. Edhe kështu që është diçka shumë e veçantë edhe shumë e rëndësishme. Pyeta të huaj dhe më thanë që mikpritja këtu është fantastike, domethënë shqiptarët e kanë ruajtur mikpritjen edhe në këto kohë moderne ku njerëzit janë bërë më kur ti edhe pse ke punësuar indian për shembull, këtu gjithë mikpritjen ne shqiptarët e kemi të trashëguar. Që ajo i bën që të rikthehen prapë. Kemi gjithmonë, po, edhe është vërtet interesante se mysafirët janë shumë të kënaqur me mikpritjen. Nuk e gjen çdo kund këtë mikpritje. E vërtet, mishi mbaroi. Tani do konsumojmë këtë tavolinë edhe nesër ne për në mal. Ecim. Herët në mëngjes, ë? Herët në mëngjes. Po erdhe në mal do zgjohesh herët, edhe do bie shumë vonë. Megjithatë me pak orë gjumë këtu rigjenerohesh për shkak të ajrit. Është i vështirë, po kur je me Hashimin, nuk është fare i vështirë. Sot do bëjmë një nga udhimet më të bukura, do shkojmë shumë larg, atje ku turistët e huaj preferojnë të flejnë një natë ku nuk ka asgjë, ku ka vetëm borë, apo jo Hashim? Vetëm borë, edhe diell. Edhe diell. Aty ku takohet bora edhe dielli, ku është bë kompromisi, domethënë janë të dyja rrinë bashkë. Sa bukur. Tani do ju tregoj makinën e borës. Se sot e kemi më speciale, sa Hashimi ka përgatitur çadra, gjithçka që duhet turistëve që të kenë një natë jo shumë të ftohtë. Tani ftohtë është atje, po ti do t'ua krijosh mundësinë. Ashtu ata i duan. Mysafirët ashtu i duan edhe ne ashtu i kemi përgatitur. Hajdeni me mua t'ua tregoj. Prit se do hipun.
Shikojni makinën. Këtë radhe kemi me vëllëndza. E kemi të ngrohtë, na kanë vënë edhe muzikë. Këtu kemi çadrat, shikoni çadrat. Kemi marrë gjithçka që na duhet për të realizuar një nga emisionet më të veçanta të sportit ekstrem. Se sporti ekstrem nuk është vetëm skimi jashtë pistave, por edhe shijimi i lartësive në një kohë që duket e pamundur. Por mjafton të kesh njerëzit e dur që kujdesen për ty me guida, me orteqet, me radio gjithkohën në komunikim dhe gjithçka shkon mrekullisht. Deri më sot nuk ka pasur asnjë aksidenti. Ikim çuna! Ky udhëtim është nga më të bukurit. Ti biesh teje këtej malit madhështor të Sharrit që të jep mundësinë për imazhe të rralla kur është i mbuluar nga dëbora. Pas 2 orë ecje me makinë, do të ikim në pikën ku lidhet Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Ne di si na duket, sigur kemi zbrit në botën e Avatarit. Shime si është, kemi dhe këto dy çadrat që janë ngritur që para 2 ditëve. Ja, Bendi. Këtu do flëmsonte në këtë peizazh. Tani është ngrohtë, do marrim edhe rrezet dielli, por nata pastaj është tjetër gjë. Megjithatë ato çadrat i kanë gjitha kushtet. Një nga vendet më porrallore, ku skiatorët pëlqejnë të flenë me çadra, një eksperiencë jashtëzakonshme